Aktoria Jolanta Pecoraro mund të jetë gruaja perfekte për Tom Cruise. Nëse do t'i duhet të shkojë drejt altarit për të 4. herë, aktori nuk do të duhet të shkojë shumë larg, pasi ekspertët thonë se Pecoraro mund të jetë zonja Cruise e ardhshme, pasi edhe ajo ndjek besimin e Scientologjisë. Aktoria latine është një besimtare e devotshme e Scientologjisë dhe besohet se gruaja e ardhshme e Cruise do të jetë pranë kësaj kishe. Ekspertët e Scientologjisë thonë se martesa e ardhshme e tij do të ndodhë brenda kishës dhe se Brunja Bukuroshe është vajza perfekte për Cruise, ndonse ajo aktualisht ka një të dashur dhe jeton me të në Kaliforni. Rihanna po shijon jetën e ëmbël në Itali. Këngëtarja është fotografuar duke pushuar në një jahtë luksoz në ishullin e Kaprit dhe prej më shumë se një jave ka zgjedhur të relaksohet në brigjet e mesdheut. 24 vjeçaria nga Barbadosi u fotografua duke kërcyer në bortin e jahtit, ndërsa postoi gjithashtu disa foto provokuese në Twitter për fansat. Ajo shkruante se mbrëmjeve kishte vizituar klubet e natës, por se muzika nuk ishte ajo që priste. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP, and she stay up for hours. Russell Brand foli për herë të parë për martesën e dështuar me Katy Perry. 37 vjeçari britanik, i ftuar në një emision radiofonik, deklaroi se ajo ishte njeri i mirë dhe ai e kishte dashur atë. Por 14 muaj pas martesës gjërat ndryshuan dhe situata u bë e vështirë. Marrëdhënia jo nuk funksiononte për arsye praktike, pasi marrëdhëniet në largësi janë të vështira. Megjithatë, ajo dhe unë tani jemi të lumtur. Brand rrëfeu gjithashtu se në planet e tyre ishte të kishin edhe fëmijë. Ai tha se kishte diskutuar me Kate idenë e zgjerimit të familjes, por pa dhënë detaje për bisedën e tyre. Penelope Cruz dhe Javier Bardem shijuan disa ditë pushimesh në një udhëtim romantik në Spanjë. Çifti i Hollywoodit u fotografuan të përqafuar me njëri tjetrin, teksa shëtisnin rrugëve të kryeqytetit Madrid dhe më pas në shoqërinë e disa miqve të tyre, me të cilët konsumuan kafe, birë dhe verë. Aktoria Bukuroshe kishte veshur një fustan të gjatë me lule, edhe veshja e Bardem ishte casual, jeanse, t-shirt dhe atlete. Djali i tyre 18 muajsh Leonardo nuk ishte i pranishëm në këto pushime. Penelope Cruz është angazhuar me disa projekte, njëri prej të cilëve me regjisorin Pedro Almodovar në komedinë e zezë The Brief Lovers. Më pas ajo do të jetë për krah bashkëshortit në filmin e Ridley Scott, The Counselor.